Ligja, nuk mujmë na me qenë indiferent karshi situatës ku jemi të jetu. Po, nuk mujmë me qenë indiferent, sepse ne jemi banor të këti shtetit. Jemi popull këto, punojmë çdo ditë, ballafaqohemi me çdo ditë. Dhe ti me qenë indiferent karshi situatave të tilla, do me thonë veç me qenë ignorant. Se s'munësh. S'munësh me ikë. Nuk munësh me qenë indiferent, se ty çdo ditë cenohet shtetësia, çdo ditë cenohet ekzistenca jote si shtet, çdo ditë cenohet legitimiteti i shtetit, kushtetuta e shtetit, do me thonë është absurde me qenë indiferent, sepse kalon në ignorancë. E vërtet është. Sakt, bile këtë javë ka qenë një javë shumë kaotike e sa i përket institucionit më të rëndësishëm, kuvendit të Republikës sonë, edhe patë shumë hyrje dalje, patë shumë njerëz që thanë çka mos edhe e shfrytëzuan atë ambient jo për të mirë. Edhe më vjen shumë keq që vinë nga jashtë për me bërë ndoshta një vizitë të institucionit më të rëndësishëm të Republikës, siç e ka thënë edhe Anita në story, edhe e shfrytëzojnë për skandale, për epitete të ndryshme që nuk qëndrojnë as pak. Edhe mos, a din çam ka pengu që janë thirrë këshëna e përfaqësojnë. Aty se cili për juve individualisht e keni përfaqësuar veç vetën. Domethënë veç kërkon asnjë shumicë, asnjë organizatës e diçka se cili ka përfaqësuar vetën. Është e turpshme çka kemi të Adin që shëndret, se cili prej nesh jemi ambasador të vendit tonë. Po. Domethënë ne kudo që shkojmë mundohemi t'japim më të mirën që kur dikush të pyet prej nga jetë i thuj Kosovës, se ti do në me elon një shije të mirë të vendi ku ti shkon edhe nuk e nje, mu më ka ndodhë për shumë më shku në Amerikë, as nuk e edhe pik, do më thonë edhe kanë qenë Amerikanë, që me paret e taksave të atyre janë bo, janë bo bombardimet e NATO-s, do me thonë me taksa paguesit Amerikanë është furnizu ushtria Amerikane që ka intervenu pastaj në Kosovë. Dhe po me gjitha ato, ata nuk e din ku është Kosova, se është veni vogël, se jo çdo banor atje, ja din edhe emrin presidentit vetë, se atje jetë sistemi. Nuk ka nevojë mja ditë se cilit ministër ose se cilit individ aty. Mja ditë emrin. Jetë sistemi atje. Ai si taksa pagus, e ka pagu për ushtrim, për rrugën, për infrastrukturën, për shëndetësim, për gjithçka. Për çdo dikas të mund. Ti shkon dikun, dhe ai nuk e njeh ku është Kosova. Ti mundohesh pastaj m'ja spjegu, me tregu historinë e vendit tonë,